se si ti përqasen kuvendit nesër, e kuvendit nesër e ka seancën konstituive, e pikpyetja është nëse do të bëhet ose jo, pikpyetja është nëse pas konstituimit të kuvendit eventualisht do të kemi edhe qeverinë e re, edhe kryeministrin e ri në përpjekjen e Albin Kurtit për ta realizuar projektin Kurti 3. Është nata finale kur lëvizja vetëvendosje është duke grumbulluar numrat e nevojshëm të domosdoshëm për ta krijuar 61 të paktën, e ndoshta edhe më shumë se 61, eventualisht për të vijuar më tutje, për ta krijuar një qeveri që do të kishte jetë deri në momentin kur do të jetë data për zgjedhjen e presidentit, pse jo dhe atëherë të kërkohet një formulë tjetër. Ajo çfarë dim dhe çfarë është më rëndësi është që ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë edhe në YouTube, bëuni pjesë e këtij emisioni, sepse në fillim kam lajme për dhënë për juve. Zonja zotëri. Informacionet e fundit janë se sonte pritet një takim që ndoshta mund të jetë edhe final ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe nismës socialdemokrate për ta kornizuar eventualisht një marrëveshje koalicioni që do të ishte e mjaftueshme për nesër. Pritet që kjo të ndodhë në orët e vona, nuk ka ndodhur edhe më tutje, por informacionet fillestare që mbeten për të konfirmuar, burimet e mia më thonë se do të ketë një takim. Ajo çfarë dihet tani në këto momente është se një takim është duke zhvilluar me një nga përfaqësuesit e minoriteteve jo serbe për të bindur atë, sepse është gjini mashkullore, nuk po japin emrin, që ta mbështesë edhe më tutje ose në këtë përpjekje qeverinë Kurti 3. Informacionet jo zyrtare janë se me zonjën Duda Bale, veç më një akord është arritur, pra që të mbështesë qeverinë e zotit Albin Kurti. Kjo mbetet për të konfirmuar, për arsye se ne jemi direkt, edhe ju lutem mbamni për fjale, sepse ne po përpiqemi që të japim informacionin të parin, por të mos spekulojmë, sepse gjitha këto çfarë jam duke i dhënë, do të përpiqemi t'i konfirmojmë në vazhdimsi. Nuk përjashtohet mundësia që mbështetje të merr edhe nga deputet të subjekteve tjera politike që janë të pjesës opozitare. Kjo natyrisht mbetet për të konfirmuar nesër në orën 10. Kur është thirrur edhe zyrtarisht seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Ju thashë edhe një herë se jemi direkt në YouTube. Më shkruani edhe ju sepse jam kurrështar di se çfarë mendoni ju, që të bëhet se çfarë do të ndodhë nesër, cilat janë mendimet tuaja, a jeni në mbështetje të një koalicioni ndërmjet vetëvendosjes nismës, minoriteteve jo serbe plus Rashishit, eventualisht a do të kishte stabilitet një qeveri e tillë, dhe a ka opsione për gjokerat fundit, të momenteve të fundit që të kërkohet një koalicion më i madh, a është e mundur kjo ose jo? Kjo mbetet natyrisht për tu parë. Por gjitha këto skenare, të cilat e kemi quajtur skenare të destabilizimit në kuvend, do t'i flasim sonte në studion e Politikos me mysafirë zoti Kosov Gjoci, kolegu im gazetar, që përcjell kuvendin për rreth 20 vite rresht, nëse nuk gaboj. Kosovë, mirë mbroma, mirë se ke ardhur në studion e Politikos. Faleminderit për ftesën. Dha shumë lajme